Përshëndetje. Pas ka dalë edhe Mërgim Lështaku, diasporën, të i qujtë si kështu, si pak analfabet, që ashtu i bjerë. Po thot, këthjelluni, qëndroni 3 muaj në Kosovë dhe përballoni me faturat, shkollimin e shëndetësinë. Mire ki Mërgim, po shkollimin e keni bo jo, këtë gjendje. Shëndetësinë e keni pru jo, këtë gjendje. Këtë bota adin, po është, nuk e di që shke mujtë me dalë me anku. Për fakturat, sa i përket këtë botën është edhe fakturat. Ama ti se përmene që edhe rrogat i në rritë. Ta se përmene veç fakturat. Mos harro Mërgim, ma blokse. Gjithë kënë botë kur të rritet, rroga edhe se janë të rritën. Pa tjetër. A ju po dëni, më rritë rroga, më së rritë sanët. Ja, ashtu së shkon, kërkon. Kërkon botë në shumë është. Une, kër im kom pushim, e këm lëm bukën 3 euro, kër im këthy ishë bo 4. Që me thonë në tash? Kriminisi ka vajta? E para, e dyta, çmimin tavan ju jeni që ata që keni refuzu bre, e keni që më shtetut? Pse marketin të jujet? Që ko me nën, çmimi tavan. Kalzoje poplit, Mërgim mos harro. Që ju jeni ata që keni qenë kushtetut edhe keni refuzu. Kushtetuta e ka dhe ju e keni refuzu. Pse? Pse ata e me juve. Ju ani bashkë me ta. Kështu që Mërgim përshëndes, po daj senet pak. Që kur dash me fol, me të besu dikush. Ama jo gënjeshtra. Mishtë të dashër, respekt, si gjithmonë, lutim për subscribes, dan, underline, gele, ju lutem, jeni më të mirë, respekt. Edhe, mishtë të dashër, mos benim prej e tyne, mos benim prej e mashtrimeve, e gënjeshtra ju lutem. Problemi dashër në Kosovë, mos beni prej e tyne. Jo faktura, jo kjo. Jo rrima, jo kjo. Se rrima gjithkund po rritet, po bjen, po rritet. Faktura rritet rroga, çmimit rriten pak, po në Kosovë rriten ma shumë, sepse janë këtë të importune. Derisa vjen baba të rregullon, të bëjë çmimin tavan, e tani shofim. Miq, edhe njerë, ju dua shumë, ju përshëndes.